ProLiq Podcast, unë mbështet nga Rikthehemi në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Flasim sot për bashkëpronësinë në pasuritë e paluajtshme. Çfarë do të thotë që një pronë të ketë më shumë se sa një bashkëpronar? Për të zgjidhur këtë temë juridike dhe për të dhënë sa më shumë informacion të gjerë për qytetarët, kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar sot avokaten Enida Bozhegu, e cila është një person tmerrsisht profesional dhe një njeri i cili bën diferencën në tregun juridik shqiptar, por jo vetëm, edhe për te kufive në tregun juridik italian. Enida, mirë se erdhe, faleminderit për pranimin e ftesës. Faleminderit juve për ftesën, Neci. Enida, çfarë kuptohet me bashkëpronësi në pasuritë e paluajtshme? Atëherë, kompleksiteti i bashkëpronësisë lind nga vetë fjala bashk, që do të thotë jemi disa individ, 2 apo më shumë, të cilët zotrojmë, kemi në posedim, në kuptimin e përgjithshëm, një të mirë, po i quaj kështu, një send të paluajtshëm, i cili në terminologjinë të folurit të përditshëm është prona. Ajo që njihet si pronë. Në të vërtetë, në konceptin juridik është send i paluajtshëm. Pastaj në varësi të tipologjisë ai shndërrohet në emërtim. Bashkëpronësia lind si një formë, le të themi, zgjedhje, shpeshherë dhe detyrimi në të tjera, e cila ka një origjinë të saj. Pra që do të thotë, rrjedh nga disa forma të veçanta me të cilën fitohet pronësia. Në kodin ton civil, pronësia fitohet në 4 mënyra. Në fakt 3 të sankcionuara në mënyrë specifike nga institute juridike dhe 1/4, më sakt, lidhet me ligjin e posaçëm ose me një ligj të veçantë. Forma e parë është ajo e kontratës. Pra në një kontratë jemi 3 apo 4 persona vendosim të blejmë një apartament. Dhe këtu kemi një bashkëpronësi e cila me vullnet të lirë përmes shprehisë tek të vullnetit ton, të pakushtëzuar, të lirë dhe të sankcionuar nga normat ligjore përpara një noteri, deklarojmë se duam të blejmë të X apartament dhe u bëm 4. Një formë tjetër është ajo e trashëgimisë, dhe kjo është forma e detyruar, deri në forma të tjera ku është heqja dorë, po pa i hyrë kësaj. Që do të thotë, prindi X ka lënë në trashëgimi disa apartamente, ne jemi, apo një apartament, ne jemi disa fëmijë të tij, të cilët trashëgojmë në mënyrë të barabartë, nëse kemi trashëgimi ligjore, pra jo me testament, atë që është prona e derivuar nga pasuria e lënë nga i vdekuri, në këtë rast e zën babai. Pozëm që ka vdekur dhe nëna për mos hyrë detajeve ndarëse. Dhe këtu prapë kemi bashkëpronësi. Tjetra është me parashkrim fitus. Me parashkrim fitus është një formë juridike, në fakt është pak më delikate se format e tjera më komplekse, sepse duhet të njihet në vendim gjyqësor, duhet kalohet në gjykat, duhet ketë formën e mirëbesimit, ka një sër karakteristikash, në të cilën fitohet edhe këtu, nëse jemi 3-4 veta, fitojmë bashkëpronësinë. Një formë tjetër është ajo e legalizimeve. Në vitin tashmë të lash, para 20 vjetës të 2006, që hyri në fuqi ligji legalizimeve, ishte një ligj i cili më pas kuptohet do të rifreskohet për sa i përket ndryshimeve dhe problematikave territoriale me informalitetin, i cili njohu në vetvete edhe bashkëpronësinë ndër të tjera. Pra kush ishin 4-5 familjar që mund të kishin blerë me një kontratë porosia dhe diçka katin që nuk ishte marrë leja nga bashkia, supozojmë, u legalizua dhe ata automatikisht bëshin bashkëpronar të kësaj pronës së tyre, që mund të ishte edhe një tokë. Bashkëpronësia është dhe këtë toka bujqësore. Për shembull, një nga elementet më të zakonshëm që na qellon në gjykata të bëjmë në lidhje me bashkëpronësisë është ajo e tokës bujqësore, familjes bujqësore. Këtu kanë qenë dhe probleme më të mëdha për sa i përket edhe bivendosjeve, tjetërsimit të pronës së pronarëve legjitim dhe gjithë pasojat që ne i dim, i famshmi ligj 7501. Ku në të vërtetë çfarë krijoi? Krijoi frymën e bashkëpronësisë. Sepse aty lind elementi i parë, le të themi, i Shqipërisë pluraliste, ku koncepti i bashkëpronësisë materializohet në një formë të një akti juridik ku jemi të gjithë pronar. Më vonë, kjo do të manifestohet në 92-shin me ligjin e privatizimeve, që sot është rikthyer problematika për sa i përket tokës, mbi të cilën janë ndërtuar pallatet e kohës Enverit, për kështu në terminologjinë
popullit, dhe këtu kemi prap konceptin e bashkëpunësisë. Pra bashkëpunësia është një tërësi interesash, të drejtash reale dhe detyrimesh që mbartin një numër nga 2 apo më shumë individ dhe që ushtrohen në një send apo pronë të paluajtshme, sepse nuk mund toka është e paluajtshme. Apartamenti është i paluajtshëm. Pra që kanë një vlerë juridike të caktuar dhe që nuk i humb vlera. Se kjo është shumë e rëndësishme. Qëndrojmë pak tek rasti klasik i trashëgimisë ligjore. Deri në çfarë brezi mund të trashëgohet dhe cilat janë rregullimet që legjislacioni shqiptar bën për sa i takon trashëgimisë? Trashëgimia është një nga më të bukurat, por dhe më të vështirat. Pse? Sidomos Shqipëria e ka parë këtë realitetin e trashëgimisë sepse ligji ka ekzistuar. Ligji i trashëgimisë, sidomos duke filluar nga viti 1954, dhe kjo duhet thënë, dhe në vazhdim, trashëgimia si asaj kohe njeh të drejtat barabarta për të gjithë trashëgimtarët universal, që quhen të ligjshëm, të dekujus apo personit që ka vdekur, pra trashëgim lëndësit. Mirë po çka ka ndodhur në vite, në Shqipëri sidomos, nisur nga koncepti patriarkal, mentaliteti dhe shumë elemente të natyrës jo më mirë të pranueshme nga ligji, qoftë i vitit 54, qoftë në vazhdim, dhe ai i 94-s më pas me kodin civil, ligjet e tjera të ndërmjetme, i cili i thotë që të gjithë fëmijët apo trashëgimtarët deri në brezin e 6, janë 6 breza, jo pak, kanë të drejtë të trashëgojnë në mënyrë të barabartë në këtë rast, sepse nuk kemi testament që ta pjestoj, mbi pasurinë e trashëgimlëndësit. Që do të thotë, gra dhe burra nuk kanë ndarje. Çfarë ndodhte dhe ndodhe sot në zona rurale shpeshherë, por edhe në Tiranë, unë kam asistuar edhe në raste që mes Tiranë ka ndodhur, në cilën femrat, vajzat janë përjashtuar ose i është thënë gjithmonë ti nuk ke të drejtë, ti ke burri, ti shko ke burri. Ky është një realitet që nuk është pranuar as në ligjin e trashëgimisë së vitit 1929 të kodit civil të 29-s, as sepse është kod italian modern e tjerë për kohën, po është modern edhe për Italinë sot, se Italia e përdor atë kod në 42-shin, ka marrë shumë pjesë të tij, as në 54-ën dhe as sot në kodin. Pra do të thotë që të gjithë deri në brezin e 6, që nuk janë pak, 6 breza, prona nuk humb. Në momentin që trashëgimlënësi kanë kaluar 6 breza dhe nuk ka patur asnjë, pra janë kërkuar deri në brezin e 6 trashëgimtarët e trashëgimlëndësit, atij që ka vdekur, atëherë ndërhyn shteti dhe i kalon shtetit. Në botën perëndimore ndodh shpesh që të mos gjenden trashëgimtarët, se kanë humbur gjurmët, kanë humbur gjërat dhe zakonisht, në atë që është praktika juridike, shkon deri ke brezi 4. Zakonisht. Pastaj humb se normal. Jo humb prona, humb interesi i brezave tek prona. Dua të qëndrojmë pak te momenti juridik i çeljes së trashëgimisë ligjore. Cili nga personat që trashëgon, trashëgimarësit, ka të drejtë, janë këto të drejta për të çelur dhe për të nisur procedurën e çeljes trashëgimisë ligjore të barabarta, sepse keq kuptohet, ngrihet djali i familjes, edhe do ta çeli ai, sepse motrat nuk kanë të drejtë. Dua të qëndrojmë pak te ky mentaliteti shqiptar për ta ndarë me ligj. Si është kjo? Ligji nuk njeh gjini, që të kuptohemi. Të paktën ligji civil nuk njeh gjini. Ligji penal njeh disa elemente, po civili jo. Që do të thotë? Kushdo nga fëmijët, po bëj më thjesht akoma, që kanë të drejta, janë fëmijë nga barku, si thuash, nga gjaku, po e quajmë më thjesht akoma, i trashëgimlëndësit, pra personat që nuk është më në jetë, kanë të drejtë të çelin trashëgimin ligjore. Apo dhe testamentare nëse zbulojnë që ka një testament dhe se dinin. Do e mësojnë ke noteri. Kushdo, nuk ka rëndësi a je djal apo je vajz, a je burr, a je gru, apo je në një tret, në një gjini tjetër, nuk e di. Nuk ka rëndësi, sepse secili gëzon të drejtat barabarta për shkak të gjakut. Trashëgimia, konceptin e vet e ka të lidhur me gjakun, nuk e ka të lidhur me gjinin. Por mentaliteti, pikërisht dalim ke kjo, prandaj bëra gjithë hyrjen historike ligjore, e adreson jam unë djali dhe më takon. Jo. Shpeshherë një gabim që ndodh, dhe këtu mendoj që është shumë e rëndësishme interpretimi i gjëri ligjit ose më saktë një udhëzim që duhet dalë nga Ministria e Drejtësisë patjetër. Problemi është se ne kemi pak profesionistë dhe shumë llafe.
në të cilën duhet një udhëzim ku në interpretim të ligjit për noterin, noterët të detyrohen që kur bëjnë çeljet e trashëgimive, qoftë ligjore, qoftë testamentare, ta bëjnë në prezencën e të gjithë trashëgimtarëve. Dhe kjo është shumë e thjeshtë të bëhet. Pse? Sepse noteri printon se ka akses direkt ke sistemi i gjendjes civile dhe printon trungun familjar, quhet trung familjar. Pra origjina, se ndërkohë mund të jenë martuar, mund të jenë bërë shumë gjëra dhe bën rindërtimin e asaj që quhet pema gjenealogjike e trashëgimlënësit. E bën noteri këtë, është detyrë e noterit ta bëj. Prandaj paguhet aq shumë noteri. Por nuk e ushtron në praktikë. Në praktikë nuk ndodh. Në praktikë çfarë ndodh? Ndodh që shpeshherë tek trashëgimit ligjore më pak, por që ato testamentare problemeve e saj është jashtëzakonisht shumë problematik në realitetin e gjyqeve që ne bëjmë në konkret, është që njëri nga fëmijët hap gjyqin, i bë të gjitha, marrë punë dhe të tjerët vinë në dieni që ka pasi testament kur mund të kenë kaluar dhe shumë afate dhe gjëra, rastësisht në gjyq. Rastësisht në gjyq. A ka forma ligjore për të mbrojtur? Patjetër që ka. Por ama kjo mund të evitojë me një shkallë më herët, që do të thotë, zbrit. Shko ke noteri verifikon të gjitha të dhënat, njofton të gjitha palët dhe i fton në një datë të caktuar në një orë që të bëhet çelja e trashëgimisë. Kështu funksionon gjithandej. Kodi janë frymën e ka pozitiviste, nuk ka frymë represive në këtë drejtim. Avokate, ndalojmë pak te administrimi i pasurive që janë në bashkëpronësi. Si bëhet ky administrim? Për shembull, kemi rastin e një çifti, le ta quajmë, dy partnerëve, të cilët janë bashkëjetues, por jo ligjor, që nuk kanë një bashkëjetesë ligjore të regjistruar. Dhe kanë blerë së bashku një shtëpi, një apartament, çfarë do lloj qoftë ky, mos ta përkufizojmë. Dhe një moment vendosin të mos të bashkëjetojnë. Për të dyja rastet kur kanë si pasojë kësaj bashkëjetese një fëmijë dhe në rastin tjetër kur nuk kanë një fëmijë. Si administrohet kjo pasuri? Këto janë ato rastet më të vështira në fakt në konkret, sepse deri kur ka një fëmijë, për arsye objektive, kur nuk kërkohet kujdestaria në gjykatë dhe nuk e gjejnë gjuhën me njëri tjetrin, automatikisht pa kaluar ke pjesëtimi i pasurisë, pjesa parë një herë, automatikisht vetë gjykata ja lë prindit kujdestar. Supozojmë nënës, që është rasti më i zakonshëm, ish ekstremet. Dhe ajo jeton me fëmin në këtë pronën në bashkëpronësi. Pra i caktohet edhe pse nuk ka statusin e martuar, por qëndron me fëmin derisa të jenë nevojat e fëmis. Kjo parimisht në konceptin e përgjithshëm qëndron deri në masën kur fëmia bëhet 23 vjeç. 23, 25, po përgjithsisht nuk është 18 vjeç. Se shpeshherë ngatrohen dhe thonë derisa të bëhet kalamoni 18 vjeç ma ka gruaja ose ma ka bashkëtuesja shtëpinë. Jo, nuk është kështu. Është deri në momentin që fëmia mbaron studimet universitare, 25 vjeç mos gabon tani. 23, 25 nuk e mbaj mend të saktë, do të ta shoh me kod. Dhe në këtë kuptim, nëse njëri nga partnerët do të shesi dhe të bëj pjesëtimin e pronës, padyshim që mund ta bëj. Në rastin më të mirë bëhet me marrëveshje, që do të thotë sa ke kontribuar ti në blerjen e apartamentit e zëm 100 metra katror 100.000 euro, po e marr shkurt. Kemi dhënë 50 me 50, atëherë duhet ta provoj njëri nga partnerët, supozojmë me marrëveshje, që ti thotë, ok, unë do t'jap 50.000 euro ose ti më jep 50.000 euro, gjysmën, dhe mbyllim këtu. Ka raste të tjera që nuk është kaq e thjeshtë, kjo është idealja. Pse s'është kaq e thjeshtë? S'është kaq e thjeshtë sepse njëri nga partnerët thotë, jo, unë nuk e dua me koston e blerjes fillestare, e dua me një rivlerësim të vlerës së pronës sot, që vlera mund të shkuar 300.000 euro. Atëherë këtu automatikisht në rryn gjykata. Gjykata mundohet të jetë e kujdesshme, përgjithsisht, kuptohet. Do të pasur një gjë ke gjykata. Gjykata bën çfarë i kërkohen nga avokatët. Nuk bën gjykata kurrë më shumë se sa i kërkohet. Gjykata civile, ky është parimi. Çfarë kërkohet, atë jep gjykata. Nëse se ke kërkuar problemin është jote. Merr ndro avokat, merr një më të zotën. Se njeriu vet nuk mund mbrohet. Tani çfarë ndodh këtu? Këtu ndodh që gjykata në vlerësimin e këtij çifti për te i fëmisë, supozojmë që ne kemi gjetur, do shkojmë, dua të pronë me do e mos, është një pronë, du me do e mos, o njëri o tjetri, gjykata duhet shohi çfarë? Kontributin e gjithë secilit. Nëse nuk arrihet të provohet as nga njëra palë dhe as nga pala tjetër prevalimi, do të thënë kush më shumë dhe kush më pak, gjykata ecën me një parim më të thjeshtë dhe më logjik në këtë pikë. Kur kemi një fëmijë 50 me 50, kur nuk kam element prove të tjera. Pra e konsideroj 50 me 50. Rasti akoma më e vështirë, dhe këtu flasim, supozojmë që janë dy partnerë në bashkëjetesë dhe punojnë të dy. Rasti më i vështirë, dhe këto janë kushtet më të vështira, është kur njëri nga partnerët nuk punon. Pra
zhvën emër të dyve, dashuria, ai cikli i famshëm me fillestar, po. ai pasioni i kashtës. Pastaj mbrapa rrugës, kur vjen ke prona, ju garantoj që nuk ka dashuri që reziston. Ke prona? Ka ftohtësi racionale të frikshme Ke ndonjëherë. prona ka egërsi të frikshme, për te ka egërsi. Domethënë ka një gjë që aty sheh nga dashuria në urrëti është kur vjen puna për të ndarë pronat. Është të mërshme. Çfarë nuk sheh? Fatkeqësisht. Aty çfarë nuk sheh dhe nuk pyesin më se kanë fëmijë, s'kan fëmijë. Aty prona dhe transformon njeriu. Edhe më shumë të drejtë për sa i përket konceptit të jetesës sonë, është mbartje historike etj, trashëguar. Po, nëse duham, unë jam bashkëpronare dhe dua ta shes pjesën time takuese. Çfarë duhet kem parasysh? Në momenti që je bashkëpronare, pavarësisht çfarë statusi ke, dhe do t'ja shesësh ti je detyruar me ligj që ti çosh një komunikim me shkrim. Dhe kur themi me shkrim duhet kuptuar çfarë, dy format janë. Sot vlen dhe emaili, por nuk është formale ekzekutive të quajmë. Forma e parë që ka dhe afate brenda, që duhet jetë e përcaktuar, është ajo e njoftimit notarial. Pra që bëhet përmes noteri dhe ka një vlerë juridike të konsoliduar të quajmë kështu. Kuptohet që duhet përpunuar, mirë të përpunohet nga një avokat, jo nga një notar. Avokati bën punën e përpilimit akteve, noteri i vëvullën. Kjo është shumë e rëndësishme. Pak në bota jashtë bën kështu. Shqipëria noterët tani improvizojnë të gjitha formave. Bëhen shumë avokat zotët shpeshherë që nuk duhet. Dhe gabojnë, kuptohet. Dhe ti marsi, pra bashkëpronari tjetër, në momentin që unë ushtroj të drejtën time të parablerjes, se kjo quhet ushtrimi të drejtës së parablerjes dhe më takon me ligj. Pra Kodit Civil e disiplinon këtë. Ti pala tjetër, brenda 3 muajve duhet më përgjigjesh. Je dakord si dakord. Nëse nuk ka dakordsi, do kalohet në pjesëtimin e pronës, që do të thotë do kalojmë proces gjyqësor për pjesëtimin e pasurisë së përbashkët. Këtu gjykata cakton një ekspert, bën vlerësimet e veta, nxjerr rezumen e vlerës së pronës, bën një ofertë palëve, thjesht në aspektin formal, për ta bler njëri apo tjetrin versus vlerës ekonomike. Asnjëri nuk ka mundësi ta blej, supozojmë, ose nuk duan që ta blejnë më, që është inati, kalon në ankand. Blerë në ankand janë të rrezikshme, sepse ankandi është komplet një proces tjetër dhe rrezikon uljen e çmimit. Shpeshherë janë dhe të pilotuar. Ankandet janë të pilotuara shpeshherë, çfarë do të them? Jo se pilotohen nga gjykata, por pilotohen nga ata që janë potencialisht blerësit e mundshëm. Dhe blerësit e mundshëm figurojnë emra anonim, të cilët janë për llogari shpeshherë ndodh në praktik të agjencive imobiliare. Pra janë thjesht emra të tretë që blenë për llogari të tyre, sepse ato në treg do ta shesin me një çmim komplet tjetër. Duhet llogarisim diçka që në praktikë gjyqësore përgjithsisht në një gjyqtar që është pak më larg pamës në konceptin e pronës, çmimi i vlerësimit është ai çmimi i referencës, që do të thotë që nuk është i njëjtë me çmimin e tregut. Sepse çmimi i tregut ka një diferencë të vogël. Shpeshherë shumë herë mi ulët. Shumë më i ulët, pra që ndikon në këtë. Problemi është ky, varet mendoj që duhen patjetër në të gjitha format rregullohen me kontrata. Sepse janë ca lloj formash, sidomos kjo e bashkëtesës, nëse bashkëtesa në mënyrë të veçantë nuk është rregulluar me kontratë, ku të jenë çifti të jetë i bindur dhe i sakt në që të parashikojë më të keqen. Ne s'ndahemi kurrë, Zoti mos e dhënë kurrë më u nda, por supozojmë se ndodhi. Për një arsye apo për një tjetër ndodhi, kontrata mbron. Dhe kontratën duhet ta përpilojnë pastaj aty ku duhet, me njerëz të dur, avokati gjithmonë, noterizon, avokati përpilon. Enida, po në rastet që bashkëpronari një apo disa nga bashkëpronarët në rast se kemi më shumë se sa 2, duan ta zhvillojnë pronën. Kanë gjetur një sipërmarrës i cili do të zhvillojë truallin e tyre edhe në rastet kur ka një ndërtesë aty e cila do shembet. Ashtu siç ndodh të random. Le të jemi realistë. Ndodh shumë kjo situatë ligjore në Shqipëri që bashkëpronarët nuk dakordsohen dhe e mbajnë pronën stok të pa zhvilluar as edhe me 1 lek më shumë nga momenti kur e kanë fituar këtë bashkëpronësi për shkak të kokëfortësisë që na karakterizon si popull. Si veprohet në këto raste? Si veprohet? Në këtë rast është e di kur ndodh kjo ke forcat, përgjithsisht imponohet ai që ka më shumë. Do me thënë pak nga eksperjenca ime dhe të është më përbë gati 20 vjetë, avash, ai që ka më tepër imponohet tek të gjithë këta që po thuj se nuk kanë ose janë hallegjit e vërtet. Dikton fatin e pronës. E dikton fatin e pronës, sepse bën disa llogari të veta që nuk i le verdis ashtu si o duan ata.
do të përfitojnë. Le të japim një këshill për më të doptit në këtë rast. Jo, më i dopti, jo, po dua ta them këtë sepse lidhet. Dhe çfarë ngelet më të doptit për të bërë? I ngelet që nëse nuk arrihet një marrëveshje, pse më lër ta them këtë sepse është për të kuptuar si zhvillohet. Më i forti e bën këtë për të indiktuar një marrëveshje mes palëve. Pra ne mund të arrijmë një marrëveshje mes nesh, duke ndar pjesat takuese të secilit eventualisht në zhvillimin e pronës, dhe më i forti ka diktuar sasinë e përfitimit tek secili. Prandaj më i forti mban pushtet. Çfarë bën më i dopti? Që nuk bie dakord me këtë sepse s'ka pse të bjerë dakord me një gjë të tillë. Hiç rasti kur leverist. Duhet të shkojnë në gjykat. Të bëj çfarë? Të bëj pjestimin në natyrë të pronës, se s'ka ç'bën tjetër. Zhvilluesi i treti, këtu del komplet jashtë loje, nuk hyn fare në këtë diskutim ai do ta marrë të pastër. Në këtë diskutimin emocional. Ky është diskutim emocional, por agresiv që të lë 10 vjet pas. Se ne nuk është se kemi në një gjykat fatkeqësisht mbas reformës drejtësi të shpejtë. Kemi gjykat që ka shumë vështirësi për të menaxhuar sasi orën që i vjen çdo ditë. Çfarë duhet bëjmë? Duhet të shkojmë në gjykat të bëjmë sërish pjestimin e pronës. Kjo vlen gjithmonë. Tani, pjestimi i pronës duhet me kuptu. A është një pronë që mund pjestohet realisht? Nëse është tokë, padyshim që pjestohet. Por edhe toka nëse pjestohet, po dakord, po ti do marrë cepin e majt, unë do marrë cepin e djathtë, pjestohet në mënyrë ideale edhe këtu. Si do ta pjestoj tokën konkretisht? Nëse kam një apartament dhe është i pjestueshëm, e zëm se jemi 2 veta dhe ndahet apartamenti në dysh, dolën fituar dhe okay. Supozojmë një apartament në një kat parë, në një pallat që do më usham. Ka situatë nga më ndryshme, supozojmë. Edhe kjo është e bëshme. Pastaj në rastet e tjera ku duam apo nuk duam, pjestimi duhet jetë i përcaktuar në mënyrë në natyrë që quhet, atëherë ndërhyn gjykata me ankandin. Pra detyrohet gjykata ta vërë në ankand, se s'bini dakord as njëri as tjetri, as ja blini, as ja shisni, as e lëshoni, as e të rishni, atëherë jam i detyruar unë gjykat të vë në ankand pronën. Pra gjithmonë fundi, nëse nuk zgjidhet me mirë kuptim dhe me tolerancë, sepse duhet pak tolerancë brenda asaj që i takon secilit, jo tolerancë me marti 2/3 e unë 1/3. Nëse jemi 1/2, ti 50, unë 50 dhe jemi të lumtur. E po në Shqipëri nuk jemi të lumtur. Në gjyqet e pronave që unë realisht bëj, jam mundu gjithmonë paktën për çështje korrektësie, se në fund unë ligjet s'ia fuz dot. Sa do të mundohem, mos një. Atëherë më mirë aplikoje drejt, kërkoje drejt, dhe ja bëj dhe klientëve të mia, bëj qartë që në fillim, nuk ka hile. Është matematik. Drejta civile në fundit në gjithë format e veta që zhvillohet është matematik. Është 1 dhe 1 bën 2, nuk është penale, që është më i zotin oratori, më i zotin logjik juridike dhe aty ndryshon historia. Kush ditë bëj ca marifete e tjerë. Civile është shumë e pastër, janë dokumentat, derivimi pronës është legjitime, jemi 2 veta, pjestohet për 2. Thjesht duhet më qenë çike mirë matematik. Pra ti njohësh thysat, le të themi. Ky pjestimi, pjesëve takuese, mund të kërkohet në çdo kohë? A ka fat gjor? Për pronën po, për pasurinë e palujshme, qoftë në konceptin e pronës që derivon nga trashëgimia, qoftë në të gjitha format e tjera, po, është një e drejtë, prona është një e drejtë që nuk titërsohet kurrë, pra nuk parashkruhet kurrë, sepse flasim për një koncept që trashëgohet, se është e palujshme. Prandaj është e palujshme. Se duke qenë e tillë, automatikisht ajo transformon vetveten në vlerën e saj, jo si soliditet, por në vetveten e saj e transformon. Kështu që nuk parashkruhet. Prona jo. E drejta e pronësisë dhe drejta trashëgimore mbi pronësinë nuk parashkruhet. Edhe një pyetje që mund të ndodhi në shumicën e bashkëpronarëve. Nëse një bashkëpronar është debitor ndaj të tretëve, dhe normalisht kemi kaluar në fazat e detyrimeve që ekzekutohen ndërmjet instancave. Si ndodh bllokimi i kësaj pjesës takuese apo impaktohet e gjithë prona në këtë rast? Në aspektin fillestar, kreditori ka të drejtë që në atë që është kuota ideale, pra, e debitorit të tij ta bllokojnë hipotekë. Pra këtë mund ta bëj, po në ideale. Dhe nëse kërkon dhe hyn se thua me zëvendësim. Duke hyrë me zëvendësim bëhet ai si thua bashkëpronar me 2 apo 3 të tjerët. Për kuotën që ka sekuestruar, pra ka bllokuar. Në këtë rast sekuestro
konservative, ruajtëse, sepse ruan që mos tjetërsohet, të thash të shitet apo në forma të tjera manipulimi. Çfarë duhet bëja mas? Unë kreditor dua parat. Sepse është keshin që më intereson. Jam i detyruar që unë kreditor të shkoj në gjykat, sërish në gjykat, se kuptohet, sekuestro nuk është se vjet kaq kollaj, duhet kesh një titull ekzekutiv për ta vënë, dhe kërkoj pjesëtimin e pasurisë. Tani, shpeshherë mund të ndodhi që bashkëpunëtarët e tjerë të paguajnë kuotën te kreditori dhe të hynë ato në situatë të blejnë indirekt blejnë kuotën e debitorit fillestar. Mund të bëhet me marrëveshje kur debitori ama bie dakord. Pra debitori bie dakord me heqë dorë në këtë drejtim. Pra është një formë, është pak më e komplikuar si formë, sepse ti është një lloj indirekte, borxhin e shet kuotën tënde ideale tek kreditori jot nëpërmjet blerjes nga të tretët. E qartë. Në këtë formë mund të materializohet, si thua, ku dy subjektet e tjerë mora trilaterale hyn në të drejtat e debitorit duke likuiduar kreditorin. Është një nga format. Kjo ishte idealja nëse kam një debitor bashkëpunues. Nëse kam një debitor që nuk do, është kokë fort, atëherë jam i detyruar të shkoj në gjykat të kërkoj dhe aty sërish pjesën e pjesëtimit të pronës, ose ajo nuk pjestohet në natyrë, jam i detyruar që ta kaloj në formën e o t'ja blej dhe atyre tjerëve nëse kanë fuqi, nëse ato nuk ma shesin, ta çojmë në ankant. Fundi gjithmonë ankandi, nëse do më humb pronë, çohen ankant. Është e zgjidhur. Ta mbajnë mend shqiptarët këtë. Nëse duan ta humbasin dhe t'ja ulin vlerën pronës, tash çojnë në ankant. Unë mendoj që shqiptarët në aspektin juridik ne kemi një problem. Dhe këtë e them nga eksperienca. Le të shërbej ky evidentimi i problemit edhe si një këshill e fundit për sa i takon bashkëpronësisë. Duhet konsultohen para me njerëz profesionistë. Nuk mund të hecesh akoma, dhe noteri shpeshherë nuk i vjen fare këtyre gjërave. Jo me noter. Noteri mund të t'japi një situatë rifreskim momentan të dy ato që bën ai në përditshmërinë e vet. Por kur vjen para ke hile teknike, ke ato elementet kavilar apo hipotetikisht çfarë mund ndodhi në gjykat, avokati është ai që është më i shpejti. Avokati është ai që sheh letra dhe i analizon letrën. Noteri nuk analizon letrën. Nuk uret noteri të lexoj letrat e tua, se ka për detyrë. Ti jep eksperiencën. Dhe për këto gjëra me detyrim duhet të shkojnë para se të bëjnë çfarëdo lloj lëvizje, të çfarëdo lloj forme, edhe me dash me ble një pronë, ore pa bashkëpunësi fare dhe vetë me dash me ble, ke grun. Edhe aty ka një marifet tjetër. Tek e blera e një pronë, që është forma e administrimit të pasurisë së paluajshme në regjim martesor. Dhe ajo mund të bëhet në disa forma të ndryshme. Shpeshherë dëgjoj që flitet kontrata paramartesore, kontrata martesore. Jo, ka akoma forma tjera. Kuptohet që lidhen me kontratë, padyshim, po ka akoma dhe një formë tjetër që lidhet me administrimin e pasurisë. Tjetër akoma edhe kjo. Pra ka shumë mënyra po këto mënyra i di profesionisti. Dhe kur them për profesionist duhet sigurohen që është profesionist. Avokatë janë shumë, po zotët janë pak. Enida, të falenderoj, ishte kënaqësi e veçantë, të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Ritakohemi pse jo në episode të tjera të Proligjit. Kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju që na ndoqët, ju ftoj të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në të gjitha rrjetet tona sociale për të parë episode të tjera të Proligj Podcast.